Serbinë për një ndikim të drejt për drejt. Tërkaq, Venhar, si ishte pastaj mbrëmja atje? Ke qëndruar deri në orët vona atje, si ka qenë? Deshta kur jemi tek friksimi i qytetarëve, ne kemi edhe raportuar në lësë operatorin me fokusu pak të pamjen, na kena siguru edhe pamje të ish pjestarëve të policisë të cilët kanë dhënë ndërheqje në vitin 2021, të cilët kanë qëndruar afër qendrave të vendvotimeve. Edhe kena të regën që këta persona do të viti. Në këto zgjedhjet lokale. Në këto zgjedhje, 12 tetorit të dielën, janë këta persona, këto cilët ne i kena siguru edhe fotografit, kush janë domethënë duke qëndruar afër qendrave vendvotimeve dhe janë persona dërguar nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Pra ish polic të policisë Kosovës të nacionalitetit serb, të cilët kanë dhënë ndërheqje dhe kena tregon që ndikimi i presidentit Serbisë Aleksandar Vučić përmes listës serbe të këto grupe, të këta qytetarë është shumë i rrezikshëm. Do thotë na tregon që ata ende nuk kanë dhënë ndërheqje apo nuk janë larguar nga trysnia të cilën e përdorin për t'i bërë tek qytetarët që ta votojnë listën serbe, ndonse ne kemi një përqindje shumë të vogël ndaj tyre në këto zgjedhje në krahasim me zgjedhjet e tjera. Përveç kësaj, ne kena siguruar atë ditë edhe informacione se Shoqata e Kolashimve është një organizatë e cila vjen nga Novi Pazari, ka seli edhe në Zubin Potok, e ka financuar në Kragujevc, po atë ditë pjesëtar të listës serbe dhe ka dhënë para lista serbe të kjo organizat për të dërguar nga Kragujevci serb për të votuar në 4 komunat veriore. Pra i kemi informacione nga burimet tona, ku edhe kryetari i kësaj shoqatës është Nedeljko Tomović, edhe i cili pat arritur, domethënë marrëveshje me listën serbe, me organizu një proces t'il në autobusa për marrë me votu listën serbe. E kemi parë gjatë natës festën e pjesëtarëve në fakt të disa qytetarëve, ku edhe festa e tyre kësaj radhe ka qenë shumë e vogël. Ma e zbet. Shumë e zbet ka qenë. Jo nga ato që jemi mësuar të Jo shohim. nga ato. Kanë qenë dikon ndoshta 7-8 vetura të cilat kanë dorë me disa flamoj, edhe janë sillur aty tek busti i Car Lazarit, por nuk kemi pasur dalje tjerëve qytetarë. Në perceptimin tënd, më shumë qytetarët serb të Kosovës po friksohen nga Beogradi apo janë lojale dhe po joshën pas atyre të mirave që u premtohen që janë të përkohshme, siç edhe u thaj. Unë shoh më shumë një lloj friksimi, sepse lista serbe i ka listat e gjithë qytetarëve të komunitetit serb me kontaktet të tyre, me vendbanimet të tyre, me gjitha këto detajet të cilat ata i bëjnë kërcënimet karshi tyre. Përveç kësaj, ata kërcënimet edhe këto joshje të cilat ja u bëjnë qytetarëve i bëjnë përmes formave të ndryshme, qoftë duke ju shkuar në shtëpi, por qoftë edhe përmes numrave kontaktues duke ju dërguar mesazhe, por edhe në grupe caktuara në rrjetet sociale. Kështu që unë besoj se institucionet tona do të kishte qenë shumë më mirë me punu në aspektin e asajt integrimit të serbëve në 4 komunat me shfrytzu këtë periudhën cilën kanë qenë kryetarët shqiptarë. Një gjë e tillë ka munguar, por që unë është shqetësuese tash, pasi që i kanë marrë lista serbe përsëri komunat dhe do të jetë një sfidë